në mesdheun e shekullit të 16. Asgjë nuk ishte e sigurt. Anije që zhdukeshin në horizont, tregtar, që nuk mbrinin kur në portët e tyre. Dhe një fjalë që përhapi e dritë Europën, piratët shqiptar. Kjo është historia e një prej kapitenëve më të frikshëm të tyre, Arnaut Mami, komandant i flotës së Algjerit. Historia e njeriut që në vitin 1575 kapi rob shkrimtarin që do të bëjë legjend, Miguel de Cervantes, autori Don Quixote. Për të kuptuar kapjen e Cervantesit, do të bëjmë një udhtim pas në kohë. Piratët shqiptar nuk lindën rastësisht. Aftësitë e tyre detare filluan që në kohën ilire, pise të tëra. Jetonin me shpatë e me det. Pirateria ishte profesion, politik dhe mënyrë jetese. Portet shqiptare, sidomos Ulqini, u bën qendrat të piraterisë mesjetare. Ujqit e detit ishin frikë e mesdheut për shekuj. Për kulmi i piraterisë shqiptare do të vinte gjatë epokës osmane, kur kapiten si Arnaut Mami do të ngriheshin në rang admiralesh të flotave të fuqishme. Në këtë botë të trazuar, lindi figura Arnaut Mamit, emri i tij njihej në të gjithë mesdheun. Me origjinë shqiptare, i rritur në traditën detare të Adriatikut. Ai u bë shpejt një nga kapitenët më të aftë të flotës së Algjerit, qendra më e madhe e piraterisë së Afrikës së Veriut. Ai komandonte anije të lehta, të shpejta, të dizajnuara për sulme të befasishme. Ishte strateg, taktik, diplomat dhe njëkohësisht pirat i pamëzshirshëm. Këto cilësi e bën lider të flotave që kontrollonin rrugët detare mes Spanjës dhe Italisë. Pikërisht aty u lundronte Cervantesi në vitin 1575. Anija spanjolle Sol lundronte buz brigjeve të Katalonjës. Në bord gjendej një ushtar 28 vjeçar, i plagosur në luftë me një letër rekomandimi fisnike në xhep. Miguel de Cervantes. Pikërisht këto letra e bënin një objekt të çmuar për piratët. Letra që tregonin se ai ishte njëri me rëndësi. Dhe pikërisht këto letra do ta shpëtonin jetën, por jo lirinë. Në horizont shfaqen anijet Arnaut Mamit, hijet e tyre, rriten me shpejtësi. Piratët afrohen, krepat fluturojnë, dhe brenda minutash, Sol bie në duart e tyre. Cervantesi kapet rob. Për robrit, rrugëtimi drejt Algjerit ishte i frikshëm, shumë nuk mbërrinin gjallë, por Cervantesi ishte i vlefshëm. Arnaut Mami e kuptoi menjëherë. Kur arritën në Algjeri, ai u shndrua në rob i nivelit të lartë, që ditën e parë piratët dhe tregtarët e skëdhëvërve e kuptuan se mund ta merrnin shumë para për të. Në vitet 1575-1580, Cervantesi u mbajt rob në Algjer, një metropol pirateri. Ai provoi të radisej 4 herë, por dështoi. U fsheh në kasode. Organizoi plane me zyrtar të korruptuar. Përpoq të radisej me bark. Madje kërkoi ndihmën e të krishterëve, sekret të qytetit. Çdo përpjekje dështoi në mënyrë tragjike. Por megjithatë, ai nuk u thye kurrë. Guximi i tij e bëri të famshëm, edhe mes piratëve. Këto 5 vite krijuan një marrëdhënie të çuditshme. Arnaut Mami dhe shikonte Cervantesin si një rob të zakonshëm. Ai ishte një pasuri, një çmim që duhej ruajtur. Kjo lidhje e çuditshme mes piratit shqiptar dhe shkrimtarit do të bëjë i pavdekshëm. Është një prej momenteve të jashtëzakonshme
të historisë së piraterisë. Familja Cervantesit, e varfër dhe e dërmuar nga hallet, u përpoq për vite me radhë të mblidhte parat për shpërblimin. Por në fund, në vitin 1580, një urdhër fetar i quajtur Trinitarianët arriti të paguante shumën dhe ta lironte. Pas 5 vitesh robëri, Cervantes u kthye në Spanjë. Arnaut Mami humbi një rob të vlefshëm, por historia fitoi një gjeni. Studiuesit besojnë se përvoja e Algjerit ndikoi thellë në shkrimet e Cervantesit. Temat e robërisë, lirisë, shpresës dhe absurditetit të botës shfaqen qartë në Don Quixote. Kjo ngjarje është ndoshta një nga rastet më të rralla ku pirateria shqiptare ndikoi drejt për drejt letërsinë botërore. Ajo që nisi si një sulm piratësh u kthye në një kapitull të pavdekshëm të historisë. Arnaut Mami, një pirat shqiptar që sondonte mes dheun, kap Cervantesin, autorin e arshëm të një prej veprave më të mëdha në letërsinë botërore. 2 jetë, 2 fate, 2 brigjet e mesdheut, të lidhura në një çast të vetëm. Dhe ky çast i vitit 1575 mbetet një ndër episodet më të jashtëzakonshme në historinë e njerëzimit.